tu gjru? Që kjo pyetja e parë. Ha? Që edhe që kjo sa unë dë pëlqej shumë. Edhe mës tjetë pa lidhe kjo farë. Kjo farë muhabeti këtu, jo mirë mrama, jo mirë dita, kush doni, kur të doni, këshire një YouTube e ki. A që është dë? E prek pullën, në gjarë sa baj, tup, qëre, meti, qëre beka, në ka jo bek. Njerëz, mirë se keni orë ju që keni pilek klik, bëja një dhe subscribe edhe krejt, se nisim na me punën tonë edhe me muhabetin tonë që dikujt ka me interesu shumë met. Tash kujt interesu nuk e di, veç që ati që ka me interesu, na ka me met me neve. Se na kore neve intereson a jo ati në pëtani. Apo, e qëllë tash kështo. Edhe kjo është sa e verë ke. Do më nuk... Ja. Jeq, kur? Që të ka kush do në këshim Po, do më thonë që ajo puna e pipit, a kështë mujtë me thonë një fjali që tonë kone që bëmë pipit. E këna post njëre, e këmë post një pjesë dhe, po vlasë në do epizoda, e këmë post një fazë që ja pa ta njësë shajsha ma shumë se skenare që më veke. A qyrat veke o mbel, da? Gjdo 2-3 fjallë e kisha për shumë, po që ndodhë ke, to e pa të zburimi, e pa të kuptu të ëne, se kërë e mërësha tekstin e zesha sene, të shkërë e njësë qa, ndërkohë haresha qa kam lojnin tjetër, vend të sojnë shtë isha një të shame. Edhe kërë e ka marrë ljapi sponsa për me bo për televizion bipat, tha e mora, tha një pjesë tonë, tha veç u dosh me bo pip. A mund është me bo tani na i kalzojmë këtyri që të tha. Okej, puna e pipit është shumë interesant, po edhe punën e pipit e keni afru, që që kom pa one, është një totalisht ndryshe asoj që kemi pas në jetën urbane, edhe jeta në Prishtinë është jeta primare urbane, kështu që adin shëherlite sene edhe betoni edhe asfalti fillon për këtu, si pas me krejt, me gjdo loj kulture, po edhe slengu, të na u konë me folë mrap, kurse aty që ka prezentoni jo është definitivisht diçka është në gjua rrugës, duke është diçka, unë shpesh e thëmë edhe, më thonë muhabeti ma shumë të që u bu. A i shvizoni ato vjetrat, ju shërë me këto... Po, kur kem në ere, po. Apo e Rishkelladikën, po vaj, është sarnet Prishtinës. Do më thonë, asi ato i keni gjithmonë ofrë, gjuhën latinët të Prishtinës. Po, veç tash për morin vesh krejtë, se fa ju, faktikisht. Se për para kina full Gilens, na kanë morë vesh, për shemë, për fulli ato, atin ma kësi. Që është interesant që tash, do me thonë, po bojnë 6 vjetë që na e këna njësë farën, e fara u njësë që të mënonim. Farën e pastërt, po përna. Farën e pastërt, farën e flisht. U njësë të mënonim bashkë me Orkandin, kër e këna bo, se na për njëshë nuk e këna ble kanalin, Orkandi din, e këna marru për fillimit. Orkandi e ka marru është njeri parë që ka hapat kanalë dhe sot është alaj, ka ofër 100.000 subscribe. është një kanal që gjënon shumë mirë ty në asere. Dhe dhëmë që të ka njësë, me onimin ka njësë. Kur kemi njësë fillim, si fare flest, që është ka ardhe ideja pëse fare flest sene, ka arë për gjysha avton, për qifra fare në flest, për ti e fare flest, da më dënë, që ke ka qenë? Ta dhifra fare, ti e majmën, ti e pesta qifra fare në flest, da më dënë, e fare flest i shikonë, dhe pipi ramet lidhe. A s'keni posë për shembull si lëp, për shembull ti ke shfrytzuar shumë ato, për shembull si thonë lëpa e thift, për shembull. Edhe ajo shkon titull për emission, lëpa e thift. Lëpa e thift. Ti ke pasur lëp të mia më të mira në katën, ajo hiti më e madh. Po qëre, edhe sot asoj ditë. Po. Se s'do se Antonin çka, ti ki më mirë, on diet edhe kur më e keq. E aty që se lavdon vetën që ju koll shtëpia. Çast. Ai shkreti kur dol, s'ka diçka, lëp të mia, pse më lëpu dolej. Mëresh. Edhe kur nisi fara në fillim, u shkëshana për emisione, për sanksione, si e done, si më përgjithsi, kur shkëshana për intervista, pyetja e mas shumë që nga ka bo, edhe pse be fara e flest, edhe në dëshish për tinglën, edhe ka me konë, edhe që ajo ku më thonë, se shpeshe për meni, me ujtë bile me gjetat intervist, është para 6 vjede, ku më në men që për thonë, fara e flest ka më bo si Coca-Cola. Coca-Cola nësë dhe kete shaj, po kete ka në frigorifer. Fara në flest, krejt e shojme dhe me këqë folëm gjuhë banale sene, po nuk ka njëri që nuk e këshyrë. A dhe pëse, ku e dijone? Pëse aj nuk e din që a bëjene nëse nuk më këshyrë. Qysh pe din aj përshamë, Allah shumë përshane, ku ka pe din që përshane edhe, ti më këshyrë, dhe më thonë. Krejt e këshyrin, krejt e përqenë. Nese, dhe ideja është që na kemi dhonë shumë mesazhe urbane dhe shumë mesazhe sociale. Na merë me shumë me socialen, merë me qëto problemet
në politikën e kemi ngusë shumë, qëto probleme që e kemi për ditë, që të punën në naftës, kur e ka nisë mu shtrajtu, na e këna përmen para një mujdite. Jo e një do më thonë si Simpsonsat, që i kanë para një mujdite, për da epizoda e pare soj sezonës, janë nisë Liridoni të vjetë naftë në për kamiona. Ajo konë gjithë. Në më thonë vjetë naftë, pëse vjetë naftë, sot se e shinë, dhe që shka mu shtrajtu që tash nafta, ta në vjeni bleni për meje. Në më thonë që shtu ka nisë epizoda e pare. Qaj banalitet në, po folim, tash më së të marrën me ajo në muzikë, ka nisë të na une jam se shfrytëzoj, për shkak se mendoj që repi jam do të më konë pak ma poetik soj për këtë asoj. Teatrët e këto shumë pak shfrytëzojnë banalitet në tekstet të tyre për shkak I mojnë një farë standardit, zdi cilit standard, se do edhe ata me kështu, po unë e di një sen që kur keni fillu, unë e kështu. Meresh, po kur e mora vesh edhe që shikim bi emrin, ta shkjo të mguc mu garant. Shkjo të mguc mu garant, se unë e latifin bi emrin, thash që kë I lopita. Po mu ma shumë më ka pëlqyer diçka tjetër. Për shembull roli yt tek Stupca tek e Gjeli. E te Gjeli faktikisht. Ajo që snin, ajo është perfekt. Për Gjeli është, e Gjeli për në 2017 më lujdoj një 80 epizoda atë. So? 80. Pak. Qa u kry, që të rove e krytën. Ka qenë interesant, vëlla. Ka qenë bagje, ka qenë shumë kënaqësi dhe privilegj kërë më kanë thirrë për me lujtë të Stupsat më të vakt. Edhe e di, do me thonë, kërë e murën vesh njerëz, rrethe I komuniteti, o disa njerëz, s'ka rëndësi, dhe me pëse po shkan, edhe nëse në artista, edhe që shme shku me lujtë të Stupsat. Poshtë nivello. Po, edhe nivello, sana. Si të na që të ishin pas kënë pali dhe si mu të ishin shumë dhe keq për shidin. Së është më shumë dhe keq, është rap, është... Qështu jo, pëse edhe në tani dikur me zës për të qenë mi thirë Stupsat, edhe e mu më pengojnë që të sena, dhe në shme konë realist njëre, Stupsat janë legenda. Dhe janë njerës që... A I ki taldu që këtë në treshe shkën të na. Dhe një, po janë, unë për veti për të dhët epizoda me ta, këm njërën për periudo më të mira tjetës, unë më kënaqë te për shumë e ta. Bile frikë që ta që përmena, nuk e di me kënë e përmena një rast, ishëm të gjiru Dimri ftoft. Me mësusin, ishëm të gjiru një skenë edhe gjiru ishëm jashtë për radere. Edhe 27 dubla I bënëm. Tepër ftoft, se nga tre ke mësusi tekstin. Edhe kur u bo dubla 27 ka bu mësusi. Hajde tha se s'ta shu voka, anaj dhe shumë ngristë. O, mësus, dyna me dej kom, cinisha, tepër ftoft. E ka pos histori, histori tjashtë zakonshme, gjatë gjirime, gjatë... Tepër shumë I mikë. A është ma mirë, po menoj se kushtet e na kemi punu, unë pjo kalzoj edhe këto, po kamermani të gjiru, faktikisht, mas shpinës ka qenë tjetër kush me shpinë, të këshyrë mos po vjen milicia. Se ti konfiskoj ke krejtë, më thonë ka qenë kohë shumë e shtirë, sot me teknologjinë që është edhe me ato që po buot, apo punohet qatë shumë sa që është punu në atë kohë. A është që I njëjti vullnet, se është shumë me rëndësi edhe një sen me ditë. Unë I uroj çdo njëri të sukses në punë që I kanë, po rezultatet pritshmëria është shumë më e madhe sa I përket rezultatit. Te unë se ato. Se o shumë zëbre ka kjo ona nonja kojsha. E zërë është dhe atë me konë hështë shumë zërë. Zërë. A ju kishë ju mësua nina ku jeti o ma letë. Letë kënej. Nina lojtë tash edhe jo dëst, jo anej, jo kënej, jo këto. Jo që po vete mirë. Po dhe, tash, adhe na shumë mire dim që kur gjereshim të natën, faktikisht, njoni rriket e dera lokalit, mos po vjen kush dikush që I nje, që mund të mi korruptu. Se të hike mrena edhe, hajde, adhe, kejt le dreftima, dhe të merë që Allah, adhe, upke, ajo. Kalzëm ti mu sëd, qaj vullnet, qaj që une pres me po tek gjeneratat, pres me po pekan po kvaliteti, ka kopime shumë, ka po sho plagiatur, po sho... Une, këto që për e thu ti, une nuk e kom përjetu, bek se jam gjenerat me arejo në një luft I kom pas 12-13 vjetë. E fort nuk, po ne unë s'kom pas rastin, me thonë as fatin me konë qatë ku, që në mene që është një apikove të tarta, se me punu në qatë ku, edhe në qësi gjendin, qësi presioni, u do shme konë shumë e dashtë këtë punë. Se për nëryshe, e ke hongër bëdhve të kanë rejnë, ashtë edhe të kanë vëra krejtë edhe... A vedin,
Dhe më nuk konë shumë. Burgun, e ta ka skot një 10 vjeqare kështë but, e ki pos në kajmak. Dhe më tonë ajo unë menoj që sigur të kisha jetu dhe të isha konë që atë ko, menoj që shkon një privilegjë, me konë artist që atë ko, te A ki pos që si dëshire si që... Si fmi... Aj po, që të dëshirë njëjtën e kështë pos që atë vullnet. Atëra, Po. nuk e di. Nuk mëj me thonë kërgjë, se nuk mëj me... Adim pëse s'mëj me thonë. Se nuk e besoj që shka konë që ashtë tremë dhe që ashtë burë, sa e një konë jo. Neve në kanal, gjdo pos blok, po me nejtë ashtë mos të këthejemi kësaj se është shumë ertë. Dhe më thonë, një pashkoll, u dalë, ka lujtë me neve, ka bo që ka dush. A përte, ne po les, një po, histori prej babit, ose për ma vjetra, një po les, ti ka... A përte, një ma halë, ta ka... Ja, që shka dasht, a përte qysh. Ajo di qysh pa keq, po kjo ajo është e zymta të cilën unë s'kisha pose me kaje u bek, kena nuk tokë. E zë, henë për ma mbet. Po e henë më shtë. Qa përdu me thonë tash që përdu për plagjatur, po, është të vërtet, po shë adhone... Ka dhe në hip-hop, se tekstet e i marrë që ato ishtë tine, aje dhe i këshyri që e kanë marrë tjetër kuna, nuk ka krim tari, po më nej, unë nashta jam pak ma i vjetër, po barëm du të kriju si me qenë kriju, sa din. Adhone që është të menaj, po thjesht, po menaj që adin që është problemi, nuk do më anke që është që shtu vësune menaj, problemi është që njerëz nuk po lexojnë në bek. S'po me thonë me tinglunë me këto që me kun jem njerëz shumë i lexueshëm, lexojmë, nuk kam që s'lexoj, po nuk kem për njerëz që jem non-stop me libër në dorë. Po, çfarë po du me thonë? Nëse ti nuk lexon, edhe nuk merr një uri, edhe rren, se libra e ron, s'u ne bon. Edhe rren non-stop në telefon, të kshyer reelsa, të bëa se ti më nuk i kreativitet. Jo, unë e shkaj në bazën tjetër, nështë ta bo, a kime ta plëcu këto që pe thuti. Kalzoma ti mu një gazete shtypën gjush qypën në kunën për trafika. Ja, nuk ka. Atëherë mirë jemi? S'ka. Pse se tash se ti ka pru kej qëto, apëtin që... E, po në rejnë këta se këta janë që e gjenerat, po në ka. Po, s'ka lidhje. Nuk ka lidhje se këta e din që qështo është. E përdu me thonë që problemi është që do. E tash ti kur nuk lexon, ti nuk i kreativitet, ti nuk din me bu diçka të re. Ti nuk din me bu. Se nëse unë ti e morëm një roman, edhe lexojmë. Ti e shën ryshe. Për shembull, kur se harroj, më thanë me shku me këshyr Kodën e Da Vinci, nëse s'ga bëj filmi, thash jo nuk shkoj me këshyr, thash ne. A du pse? Se unë e kom lexu, thash. E nëse shkoj këshyr, thash e mu veç më bë nervoz. Thash se unë ato personazhet, unë i krijoj vet. Kur i lexon, ti i krijon vet personazh. Ti si lexues, ti e krijon personazhin kryetanin, edhe të lexuar shef për shembull ato, çish mund të ti. E tash kur shkon ti, e sheh që ka bëj regjisor dhe ti bëj kës pël, edhe sigurisht nuk të pëlqen. Nuk të pëlqen pse se ti ke kriju, vetë ke kriju ato personazhe të ngjarje, e ke kriju skenografin vet, në trutonin, ki të shkriju ajo. Edhe tash me shkuve po që shë ka but, unë nuk po thëmë që ajo ko gabim, edhe ajo ko shumë mirë. Po vesh ty që e ke lexuar si libër, nuk të pëlqen. Se ti ki kryve. Sa po thonë? Për shumë, e tash ti kur lexon, mësën, del një ide, del një diçka, e bën një diçka të reja, tani nuk ka kopime. A ti mos lexo kur, merr këshir TikToka, merr këshir scrolla në stop, e ka bën një një video ku pas ka vëllë, që atje, hajtë të bëj edhe në këtë. A bëdëris, bullshit. Bullshit. Gjenerata Z, tash s'di pse e kanë lënë Z, unë e kisha lënë M. Është gjeneratë shumë interesante sepse ai drejt në elektroniku jetë. Dhe nuk din ai për mekanik. Që që zgëgjena me i kështu. Po pa marë parasysh, këta do të me mësu një që do të me mësu. Edhe, asë përdu me ofendu asë një, po unë që jam të po, asë jam të po. Që të është do problemi. Qatë problemi keni shtru ju, me farën e flesht. Mu vjen ketë që kena pas disa generata depresive, a mëresh. Unë i sha për mes jush, i sha edhe sena tjera të cilat s'kanë mi bo mirë në të ardhmen, konsumi e kejt ato, po më starojnë që në botën tonë, se masive që të kom posë edhe në rujë që vashtu këtë kom prit, në botën tonë egzistojnë tjerë që e kanë bu para neshat punë. Do me thonë fiksin, ose që gjithojnë haj, mu konë haj, e bon delfini. është pa fërfish, është një peshk që fryt, është jelë mu shumë i ka gjembat, edhe shkënaj me hune për egzistojnë, edhe haj. Do me thonë, mos menoj njerës që e kanë kriju ata, me resh. Është një dardhë në Afrikë ku majmunat presin mu duk për mu pijavë.
pse që ata lëshojnë ato alkohol, se ka sheqere, ato kur duken, hanë, kej pjovën, kej qkuj, kështu, si gjerofa, se, të më thonë, jenë të sene që na ma mirë ishëm mënyrë natyres mi morë që ato dardha me hongër, se, kështu, po, unë e peshot që është një, s'po dojnë mi ditë ato, pse bashkë për shta që të pëthu ti që se kam mësu. S'ka be është, gjithë s'ka hazër. Gjithë s'ka është hajtë të marëm hazër se për... Në më thonë edhe në gjimë shkojnë e paguin që tërkon me bu për ta, apo, që ajo? Gjimi është për fotografi. Ajo, për Instagram. është me dalë me kalëzu që në më gjem. Okej, a është enë ajo? Po është enë. Qëta enë? Ajo me dalë, a me ukon atje se? Qëta s'pedi... Gjimi, se me folën në për gjem është cikur me folë për shkencë. Se edhe ti që? Ja, be, nuk... Se së më takon mu, po... Qa po sha, beden. Do më thonë ti që është e sheni fotografi, delë atë, u shku në gjem, e mere a kalkulon. Vesh tesha që i ko vesh, shumë dhe sheni por patika 200 euro, një majis 80 euro kushtimisht, një por trener ka 150 euro, të e ka shkon në modat, e ka shkon më ushtru. Që aty është atë problemi? Që të vden, këto është të spedena, a është të shku në sfilat të modës, a ka shkon më ushtru, a vden. Apo po shkon shu që ose shu ku e hajtë për shkej edhe unë? Hajtë për shkej edhe unë, a vden. është për shnetonë, sa e di une? Po, absolutisht, a vden, po... A përse po thëmë prapa thëmë, më së të kështë kuptora, se mas pak të më takan me full për gjemë, se vetë jam për 100 kila, po së që s'ku mushtru edhe në apëtim, por kur ku mushtru, po i ku moni për patika 20 euro, do shorë se që të pak shkyme më bëdh. Që shpejt, po. Pak shkyme më bëdh, vëllaj, në apëtim. Më shku mushtru se ti ki me shku... Do shmu shu pak! Ti ki me shku mushtru, atë nëse do me shku mushtru, ja me dojnë apë... Halal, po. Edhe ka ojri me dojnë dika të... E donin e nguz gjatë gjeri me veç. E donin? Po. A ma shumë zeqen, cilën e nguz? Zeqen e ka ma. Po edhe të familjes, po ma ka lajnë të mirë. Po edhe është ma jamëll për me nguz. Apo, a i shku konë, se së është ma i ka. Jo, është alo, a i me hu peshën e ka hu, po atë mëllësin e ka alo. Alo, është ashtë i tatlia. Po, e di që tatlia, I love you zeq. A, është fantastik. Me donin, po ngusmi me donin, po jo në i farë kështu, dhe më thonë, po ena, pak është një të kese që e kom unë, të te ke gjiru me neve, po unë pak jam pak ma i Gjiblaft? Jo, jam ma i ashpër në gjirime, për shumë me ekip, me sana, me bumë, dhe mësë me shku diçka mirë, sana jam pak ma... Në më thonë ti bon humor seriosisht, a që jo? Unë atë të bëjë sërma, më kështu, për shumë le dine, shpesh e donim kritikon, se edhe pjo bërtet shumë njerëzve, edhe ne po jesh shumë nervëz, se unë jam pjatin e njerëzve që najna dosat më të mirë më botë bek. Po kur jena që të më punu, në nuk një kush je. Së një. Vëllaj nuk një, njerë dush me punu, se... Ti për vetë, unë për vetë, gjashtu shkona jo. Na fare ne kena rrit me pika gjakut. Apo dhe ne kena rrit vetë. Kalzoma ti mua të regimin kur ju kanë orë porët e para, hajte. A? Porët e para. Spëngzore në para? Hajte. Sta njële, shpjeshte e lezishme. Por kondi ka qenë, bre, kondi ka qenë me neve që të fillim. Se kena e kondin në emision për momenti. Ka qenë me neve, dhe në fillimet sa kena jek, apo dhe në sa kena jek. Dhe sa ka njësë, se edhe pëse në kondi nga ka përkra shumë edhe në atë ku. Po, do më thona, e në konë unë e do një burimi, dhe ka pos burimi një gëllë 6. 6, gëllë. 6, që ka pos 1.6 benzin, dhe i kena pos ka 2 euro. Ka 1 euro gjysha që të shumë benzin ati drejsi, sa arë dhe ke shumë. Edhe ka 50 cent brejshë më antia, edhe të shumë e lypë sponsora. Për me një serialin. Kër i kena marë parët e para e kena pos një zyrën në Ulpian, të vogël. Një dhomë e ka pos të vogël edhe një farë kushinë të vogël. E kena marë edhe një farë tavolina të ukon e prova, e murën parët e para 9.600 euro, që shtë diçka. Ta mund si fara e flisht të prit pari, jo. Ullëm një reja ka njësë me kajs në zyrë. Ka njësë me kajs, ka qenë, në për e me ka qenë një... Shumë e vështirë, ka qenë se... Pse, a pse jënë fitu qash, apo që e kini dhonë gjakun për me ardhë atu se? Jo, ideja është na nesëm... A se kini besu që i bërni qash? Po, jo, ne nesëm dyqysh sikur, a bëdhen hajtë të kështë... Se në jarë në fillim pat njës diska në ryshe, ta ne patëm dërprej një bashkëpunim, ne s'ka rëndësi, ta ne patëm njës vete dhe dyqysh se me mishe me shpirte, qka unë sët e falenderaj për zamërsisht edhe jam super falenderus, është Gens Berisha.
Erkondi, janë sta njerë që në fillim na kanë animu shumë së të mësë Gens Berisha. Të më thonë vetë së më bon kur gjë? Nuk munësh, Si, ha? s'munësh. E morët vesh jo. Vetë së Edhe bon Gens sen. Berisha kur sa re ka qenë pandemi, edhe e thira thash, jena të dosh me anis thash seriale, thash po vind thash me në animu. Thash pare nuk kam. Kur sa re? Pare thash s'kem. Thash po budojna me njës. Edhe Gensi më kam veç njësë ti, më shumë përmen pare. E bojmë, kur fitojmë, këna me fitu krejt. Ka besu do më dojnë jo, që sa mirë. Absolutisht. Edhe kena nis, edhe kena nis, kena gjiru, kena bo, kena ase. Kush e ka bo blamorshën më të pare gjatë procesit? Kush e ka bo më nej, ka bo diçka që definitivisht është edhe për mukesh, se faktikisht këto janë tregimet cilat definitivisht njerëz ti marrin si përbajat, për të kallëzoj, s'dojnë mini, edhe pse s'dojnë me se si intereson kërkush, edhe pse u gabim e madh, mundet me mësu diçka. Absolutisht. Edhe unë për që ata edhe i thras njerëz më dhonë porosi se njerëz të suksesshëm kanë diçka që si kanë po. Këta tjertë mos menojnë që dul s'foti, se ata nuk e dinë që çtu i kam një 2-3 kamera, një ekran, një audiomen, do njerëz atje janë tu pritu i hap syt. Normal. Që 2 orë kanë punu, s'dojnë me ditë, që është shumë keq. Se me bo me ditë që ato ja din hallin emisionit edhe e merr me shumë seriozet me ngu. Hajgarja mi gjitha, se bollkena vuj që thojnë, po faktikisht këto janë pikat cilat i kisha porosit kerejt gjeneratave që dojnë me nisë diçka. Nise me 0. Edhe që të fiki 5 milion, nise me 0. Pse me nisë me 0? Pse e din që është mu nisë prej 0-s. është pra po tham, nuk mund është vetë kur gjëme. Unë jakom nisë me minus. Unë më konë shumë minus, edhe s'di zoti që më kja dhonë mi këthy. S'mun është me njës vetë, edhe në qëre, për shambull, Amerikanë të ka një farë fjallës dhe sharing is caring. Nëse ti e share një punë, në më thonë se unë e bëj që të punë, që kjo ka me pru që të gotë, unë e ku me pi, kjo ka me maru qëto, qaj që ato, që kjo aje mon audio, kjo e mon kamerë, krejt që tu kena me bu një produkt. Amo, nuk mujna as na me bo pa qata, pas ata su ne bojmë pa neve. A pëten, na po mujna, a veç su vynë këta që unaj qaj kamera, tak vet, po që të një fokustik, një diçka, një moment, një ase, a pëten. Edhe ma, së mujna me bo vetë kur gjë. Është me pos një rrath, me pos dhe njerëz, të besushëm, hajde po bojna diçka bashk, edhe njës bre, e bën njëri, e bën. E kom një fjallë që e përdori shpesh të njerëzit që më thonë, unë jom rrit me muzikën tane. Tan, po i na rrit kejtë të bejnë. Përgjegja është, unë jom rrit me juve, se të mos unë kishe nguti mu, si shakon qasi madhë, kështu që edhe one jom rrit. Të njerëz do të më mësu që me qenë falimderus për çdo element vogël, për një baski që e kanë gjitë dikush. Tena, kryet filmi kërkosh si këshu shkeronja, dhe ke po. A e të kuptu, do më thonë, kemi nevoj për rekonstruim. Mos bojnë atash na këtu kritika, na po japim këshilla, a ju grani që shdoni. Generalta Z, po fuli, Generalta Z. E bara veç po flas kështu, po flas thjesht bojna mohabet në kafe, që ku dole me pija, kush don më ngullet na ngon, kush mos don. Na jena ato flosë nuk jena. Nuk po dojna me bo naj diçka që jemi kundër njerëzve. Pa modesti pa se po kena pak një eksperiencë. A YouTube pak gjishtin voçk. Që ta kallëzoj një sen. Do me thonë, që sa jam merna me këtë punë në YouTube, fitoj për YouTube-it e krejt, për nipit tëm 2 vjetë e gjys. Unë e ku mësu një sen që kur e lëshëm video në YouTube, jamon gishtin shtë, ecë ma shpejt. Video. Pasha zotin, 2 vjetë e gjys, Amerika, edhe ku mutrës tëm për jabet, që në mëre, ta qa, është po ka mërë dhe YouTube-i dhe është mja mojtë gishtin, se mja bo kështë tak, e di që e ecë, aj maj muni vëgër, edhe jasë ka të kemë So nice, bravo. Pitina e mësova, edhe e përmene, e thëmë, anërit, pinipit e më 2 vjetë, gjysë në mësu që si ta mojtë gishtin shtë YouTube-it, e ecë, jasë që ato pata të zgjash. Ti ke doja, po? Unë e doja. E nipi? Pinipit e më mësova drë, që ke kesh Nëjse. Se bëndoja për nipin. Bashkë mirë muhabeti, po shkon shumë mirë, unë nuk kam fort. Unë jam MC, po jo para kamera, ato ma ka thonë Andi Krasa, ka thonë, qëre, para kamera, tha dalon, aj. Tha, qytu, tha ljeni më njerit. Për atë, po thëmë,
Storjet ndryshme, përvojat të ndryshme të cilat na mujnë me kontribu për komunitetin që kemi, është shumë e rëndësishme për ato që do me ngu. Sekretet janë të jashtëzakonshme. A e ki pikën e dëpt që çdo herë kur shkojsh e ki si zhëll, se përpara ka pas muza, po ty të vynë dikur me lujt me to që më mujt ti më ngjall. A e ki najkon në ekip që për pas zecën e ki edhe para kamerave. A e ki najkon që se len rahat kesh? Unë se lora ata? Po, unë kam Gencin, a? Jo, me Gencin kam shumë, kena kështu shumë profesionalisht, po. Jo, konflikte kena shumë, kuptimin e punës, kena shumë me Gencin. Unë Gencin e kam super dozë, të më kam projekte, edhe tjera kam me Gencin, punoj shumë e të, po me Gencin, më shumë plëtsana, nuk pajtojme edhe rrugme, edhe qojna deri... Po, për punë, po. Për kualitet, po. Po. Për punë, për shamë, jo për egon. Ja, zote, mëse bëho, pëse me hina dosta, për nuk bëta e punë. Po, për punë, genë se den që me mu, do me thonë, së qitet në kry, nësër me ne që shto, a i do të më mbinë që së shto. A si të mbinë, do në me në të rjekë, a va më falë, ku kuj mire ki. A që së mbinë dhe ti mu, ja dheve që shë kanë shqiptarët, me ta fut malter ftyrës, me mu së mërsh me qinë kry, kur. Po, është edhe një punë tjetër, edhe një punë falë që të ndërpreva. Unë e di që dikon dosh me posti, kështu. Unë e kam burimin. Okej. Burimi është producentin ekzekutiv që kemë që marrë blemerkon në funën. Burimi tash është edhe një biznesmen shumë i madh që është bo me punë tjera, me sana. Po nuk pa burimin së ngjyroj. Burimi e zarlik e ki. Ato burimi du të me konë sa. Kur gjumës me bo. Zarlika njerës, hajtë që i mësujna. Hajde. Burimi, kur gjumës me bo. Kur gjumës me bo. Edhe psa e organizëm për shumë dhe e bëne i kryn këtë punët. Burimi, kur gjumës me bo, burimi du të me konë set. Se e din që nësë funksionaj pa ta. Kur të kam burimin ato, unë jam qetë. Ato e ki muzë. Unë jam qetë. Kur e kam burimin në set, unë jam qetë. Shkru në Google Muzë, që ka është Muse, shkruat në anglisht. Jam qetë, për shumë dhe që djekë nga gjëru epizodë, ka qenë epizodë gjatë, edhe ka pas shumë lokacione edhe unë më shkuj më kom folë me burimin. Daja më në kryna qëtë epizodë, e kryna vështa ma shumë se 2 thalanë zanë. Në 2 gjysë e këna kry. Burimi e din edhe kur kryet epizoda. Si të merë skenaren, e lezëm burimi e din sa ka me zgat epizoda, qysh ka me bu, qysh ka me shkush, edhe kur ka mu kry. Burimi e din. Muza ka qenë inspirative për pare, Muse ka qenë inspirative, kur na i femën e bukur, kur e ti burimi mos. Jo, po flasë për punë, se jo kështu të të na femën asko, jo, po e pas mini qikës të është. Po ja i kem do gratë të shpia që vëllojnë, ka do zote edhe në... Okej, edhe ato jënë për inspirim. Absolutisht. Ka një herë. Absolutisht. Plesh fjollës kër ja bujnë, ape këshyrë farën në den. Do t'jo, thot, nuk e këshyrë edhe se po vjen skenari, thot, ma herët, ho të pedi, thot, halo, pa u bo, pedi që po të dohë. Po të njësë po më këshyrë. Përbenç, pa i po, gjështë. Që shto, sa i përket, normalisht edhe Donin e kam super partner. Krejti kam edhe Blendin. E ti që i babgjyshin e Donit, që e kom pasu në babgjyshin e Donit. Bërë e një këta? Pa. Jo se di. Trener të buks. Trener të buks, po pas me folë, bravo. Me medalia i tjeri. Po pas me folë. Normalisht e Donin e kam super partner. Këtë tjera edhe në kera është një farë energjie shumë e mirë mërëna ekipës. Edhe gjithmonë ka qenë qështu prej fillimit. Jë ndru shumë aktor kanë artëri, jënë shku, e kena një farë, fara e ka që atë farë. Pra unë ndodhë shpesh, vjen skenari, si me thonë mas 2 ditë këna me dalë në gjerim, bo a kja dalë në gjerim kur gjës ka. Asë një lokacion se kemë gjetë, asë një, kur gjë, dalë në gjerim në gjesë, e dina vesh një lokacion. Po, më në gjesë i provizurës. Qash është e marë, do me thonë fara, o ketë senat bërgjinën, tap, vesh e shë u kryo epizoda. Po si do pite që marron për shpeti, dolin fantazi. U kryo shpesh ndodhë, ne që përshamë, djena dalë në ora 9:30, kena gjiru, ja kena njësë me gjiru, deri në 2:30 natës. Po ndodhë ka njerë për 4 ore kryna epizodën. Po. Une e dite Charlie Chaplini që i ka për mbi 280 kuadrë që i ka edhe u dala pet mas disa muje për me nëzirë që ashtu që shdanaj, me nëzirë mas disa muje ka nëzirë një diçka me një lule, me një gru i shkon. Se ka kopë, me rëshe që aty se kejti u shku, kejti ajo, po stand-up, nisim nga kështu, tu e dashtu në atë lami, nise në djemë vedati, nisi e boni një të madhe, nuk shkoj gjatë, bot ju diçka, ke interesimi madhe, ju më konë në mu më ka pëlqy, tash ja ka njësë më bot trend. Qa keni bo jo?
Ma thonë drejtën, unë stand-upin e du shumë, edhe këshyri stand-up, nuk jam për atyre njerëzve që këshyrin shumë, po i këshyri stand-upa, që do më zakonisht kur dalë na për Evropë, se kur shkrej dika, shtash më pra kur kesh e këshyra një stand-up. Zakonisht i një ku këto klubët, stand-up klub që janë na për kafiqa, na për sana, po jo si kur të na janë pak ma të mdoja ato. Edhe shkova me një stand-up kem një 4-5 vetë që bënë stand-up, një 2 orë, jemi knasëshëm. është bo trend tash po, këtë trend edhe këtë punë që ka bëhet kështu, unë e shoh si iniciatorin kryesor Lulzim Bucollin. Luli ka qenë njëri për njerëzve që ka punu shumë për këtë punë. Edhe mendoj që njëri shta, unë mendoj. As mendon që Cima Leci kur janë shku në për klube, koncerta që janë dalë vetë kanë folë, a është edhe stand-up? Absolutisht, edhe po flas për çit stand-upin që të Kjo është gjenerata. Qita që kesh për çit gjenerat, po flas, për çita. Jo, po flas për ato, sa ashtu kanë bërë edhe tani mbas tyne kanë bërë stupcat shumë që në për Evropën. Po jo, ashtu jo, ata që ngam në humorin shqiptar, tash nëse më të përzi, gjithmonë on treshe, ma herët e thash. Po. Treshe. Nuk hec nishe. Pse? Nuk e di është çuditshme që kjo punë për shkak se na përnyshe veç në grup s'u funksionojmë, se ka një të kallëm. Domethënë që kjo është e mirë që shqiptarët bashkë që të barëm në humor. E sa do është domethënë për Luli ka qenë njëri për iniciatorëve më të madh që ka dashur me bunë, edhe ka bunë në stand-up. Unë mendoj që momentalisht ndoshta njëri për stand-up-erave, mi thonë, më të mirë momentalisht unë besoj që është Luli. Stand-up artistave. Stand-up artista në kuptimin e stand-upit. Po. Apo ka publik që ngon? Ka, ka nisë si kulturë. Ka nisë si kulturë. Dhe Luli është kam bën tepër shumë presion edhe mu, me janë nisë me bu stand-up. Po shkej po kësyre, për shë stand-upet e tyre në sene, që ato ku shkej që ato në të inspirona e marrë shkryjt diska sene, po nuk, halon nuk e kam atë vullnetin më shu, me marrë, se në menoj që stand-up është njëra pej zhandrëve më të shtira të artit tonë. Paguën mirë, po? Nuk pe ditë e pagesa ato, po flasë... A ka ndru shmimi për shkak naftës e, se që të kryesisht kanë... Që ato, që po vete stash u bo shtrajt, so buka 60 cent, pëse u rrit nafta? Po dhe? A ma që aty një godë, se... Pëse e kumpirë, e kumpirë. Po. Qapt, ajo pësi. O nafta? Nafta. Njerëz, na kemi pas eksperiencë edhe pse unë në shumë të në rasteve me ka e obek vinë dësat e mi, për shkak se e di edhe natyren edhe kemi lidhje familjare. Lidhje familjare, për shkak se çdo mik të cilën unë e pranoj si mik edhe në shtëpi, ajo është për mu familje. Menon që tavat me bu për çdo sen, kontekstin e shtëpi, me zemër bardh prit ne. Po tash mos bëhemi nga këto burrni, sa më rëndësi me ditë që kjo ka ndodhur krejt, mas një kohë që jemi konë shumë bashkë, kemi nejt, jemi shëshnu edhe njoni ka shprej dëshirë me hinë në rruj me mu. Edhe une me deombos me abo të mundshme ati. Po, në mëra më jem thret, thash, që kjo pe anu lënë. E po pëpëtanë, se si thirën që atë kanë me 2 mene. Edhe thot, thuje. Nuk me di se Beka se prezentoj vetën, po garante dini, Beka është instruktor i zhytjes, se di e dini. Edhe, kur folem me Bekën që me hi në rruj, për mu ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Edhe, po tash që e kisha halë jam më i malë, u konë ako tesha për mu. Tesha të zhytjes. Sa ato tesha është shale për trupit e shane ku me plasë në të, s'ka për mua, zi. Edhe thiri Beka, thash Beka, kove, thash, ako tesha, thash për mua. A do atë të thash që t'i gjajën e, ishë më shtaj. Edhe shkum nesrit të... Në Valdanas. Valdanas. Qetë mirë uj pasht. Kristal. I kena ato vetët. Edhe vendosë me i në rruj, po është eksperiencë jashtëzakonshme, e ka qenë njëna për eksperiencë, nështë më të mirë atjetës temë, se ideja me i në rruj, me po botën në New York, edhe me notu me ta, edhe me marë frim në rruj, kjo u konë njëna për eksperiencë më të mirë anjetë, dhe në është dhe pa imaginushme. Nuk muj me spjegu për jetu se cili për juve, dhe me përdurni me përjetu. Unë që shto e spjegoj, do më thonë, me marë frim në rruj, me ato bocat të vështetin që ke jek dhe më ke zhytë.
Nga 12 kila, u ka dosh më gjitë. Vike e marrë me vetë se o kila ka për me përpjestu sa ka me pas plumë. Që me qitë plumë, mujtë me ekuilibru në ruj. Pa hajtë tash ja qëtë një 12 kilogram, të thash, së është kjo ma shumë se 120 kilogram. Edhe, thash se vetit jashtë një 5 gjorë, që pa hiri do një mush i gjepat. është ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Jemi knasë. Po, qëka të ka ndodhë masi, tani ma se kur e ullë, që ajo ka qenë ajo që shisha, po është klup. Po, është lodhja tepër e madhe. Do me thonë, beka i den kështu me numra, zishu shtreke beka Tysonis, diçka nga Tysonin nga në rujës, diçka dhe po, zhytja në 15 metra, po? Zhytja në 15 metra, pe 60 minuta është e barabart me sa? Me 2 orë shtrime Tysonit. Që e hapiste që ka marrë verë. është, për një me, në 40 minuta na këna, edhe nuk këna konë fellë, në 70 metra. 40 minuta ka qenë edhe... 70 metra, si na konë ma fellë. Po, njësi shumë e mirë, kur e shoh këta të kesh, edhe te na ka qenë shumë e rëndësishme të kesh, po tash kena me shku me na janë jetë fundosur. A shkojmë. Po, la qaj lezat, qaf e malë. Ideja konë që mësi më dollë për ujta të ditën, nuk e disha se kom markezhume. I lodh t'i këput, të më thonë. Në të farë gasi ki thith, se njëherë kënë që të provu diçka, në aty të fora flisht me thith diçka mos ki thith, në i sen detër. Aty, jo, që ke lonë të zdijone? Rasisht të kun njoni me ganja, të kompresori, ka i po... Jo, është për me të lodhke, të lodhë kështu, që mos kush s'ki kondicion se jone, një njeri i trash edhe me feshka, adën është pak është problem, të edhe në ma mirë së në atë punë. Njëri i trash për që është atë kondicioni vetëm edhe kujtë tjetër. Për jetim, për inspirim, për më shku për para, e tjerë çdo njoni gjenë qefën e vetë. Absolutisht. Për me mëri, nuk është letë. Jo. Nuk është letë. Njerës po menojnë që i qatë shuajnë Instagram, TikTok, ky ka bu diçka. Une nuk po du mi thonë kërkujt e mos e këshur ti as ato platformat, sa du mi thonë puna. Kështu që nashta bova ki me zetë një mënyrë ma që sharakëm ja u kalëzu që ka dohet, urna, si fare frisht thuja. Une nuk di që ka dohet. Unë nuk e di që ka dohet. Unë nuk jam njeri i meqëm. Unë nuk jam be aty në njerëzë që më dëme kune që atë kopjën e qëpëj, e kalli. Unë e provoj. Unë i kam dështu me 4 biznese për 2 vjetë. Po si e nalë? Po së nalë, nuk dëshprona. Fjolla shpesh më thot që, hotun thot, vullnetin thot që e ki ti, ku ti së dëshprohesh. Nuk dëshprona. Se ky që ka bo këtë KFC-n, e ka bo me 6 kusur vjetë. Po. Këtën? Kentucky Fried Chicken. Po. Dhe më ti nuk dësh mu dëshpru. Së më dhe, që është ka bjerë në depresion, është ka të shpia. Jo. 4 biznesi kam dështu me për 4 vjetë. Edhe prap nuk nalëna. Tash kemi njës diçka tjetër. Dush me pru, unë nuk me najtë dësh me një punë. Nuk jam fort njëri për më marrë lakmi, në kuptimin e kësajna, se unë jam shumë workaholic që i thojnë. Qa ashtë? Unë e urrej zonën e komforit, unë e urrej me punu me rogë, se në momentin që jene me punu me rogë, ti e ke mytë vetën. Më falin se nështë ju ketini me rogë, apo unë e menaj që ashtë... A e morët verë që a ju tha? Kam! Unë e menaj kështë, unë thash, nuk jem për më marë shambull. Do me thonë, orarit 8-5 o 8-4 që është, ajo është me burgoz vetë vetën. Unë menaj që dush me... Me gjithë vetën punë? Dush me gjithë vetën punë, dush me ullumtu edhe dush kur mos mu dëshpru. Nuk do me thonë që e me të parën më ja qëllu. As me 10-ën, as me 100-ën. Zotë e din kur ja qëllën. Këto meti, tha të, po? Po. E që që kishtë thonë Liridone? Liridone nuk është pëntor. Që që kishtë duaj në atë me fantazinë e vetë që e ka. Liridone së është pëntor, është. Liridone është kriminal. Liridone është kriminal, është njeri ma i poshtër në botë. Kër i kalë zeka në jarë, thëmë, shpredhëm pëse dojnë të në Liridone. Thëmë, Liridone në dojnë, thëmë, se Liridone është mut njeri. është pes, është i poshtër, edhe njerës e dojnë të keqen. Njerës jenë të prirun me dasht keqen. E ata është të Liridone gjenë shumë sene, të vetja vetë. Okej. Apëtër shumë sene që njerës shumë nuk mujnë me thonë sene, nuk mujnë Liridone i thot, e ta një përshtat dojnë Liridone si personar se
Liridoni është i keq, e njerëzit e dojnë të keqen. Në shumë të raste e kam pa që humoristët të cilët e luajnë një rol, komplet publika menojnë që qashtu është. A jeti e kundërta e Liridonit? Jo, që Liridoni njëjtë. Absolutisht që s'kam të bëj kur që me Liridonin. Po, Liridoni është personazh që, po thëmë, është... Amorf? është krijes... Liridoni me posë mundësi njëri, slav të bënë. Që ke vjetë e konë? Slav të bënë njëri, për që ka rahmetaj. Kështu që nga një njerës, Liridonin ki kujdes. Ki kujdes. Të bënë për që ka rahmetaj, në gjithë s'ka, vetën. Liridoni është që se. Apo? Si të bëhet, pa është masporit vetën, tanë që kjo më pëngën. Po e është një historinë shumë tash mos bëhen këtu shumë metër, në historitë të mbretnive të ndryshme normal që i kanë bo ato. Me edhe si u bo, si ka dek baba bum vllaun, i kanë kështu që s'paska. Atëhere, met, dë një roni si qëtë, faleminderit shumë që i ardhë. Faleminderit ty. Po, shpresoj që kanë me mësu, njerës diçka pe asoj, çka shohin në ekran, edhe asoj çka vjen te unë musafir. Thanks. Faleminderit ty, urime, inshallah të s'marrë mirë. Urime është një shtëpi e madhe dhe besoj që kemi kalu shumë mirë me ta dhe urime dhe të s'marrë dhe faleminderit shumë për muhabetin, për kohën dhe për ftesën që më ke bu. Ju shoh herën tjetër, përgatitet nu.